Është një moment I mirë që gjithë bashku të festojmë, të ju uroj gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, pavarësisht besimit katolik apo musliman, ortodoks apo diçka tjetër, ne dhe gjithë kemi paqen rreth parë në zemrat tona, harmoninë dhe lumturinë në familjet tona, mirëkuptimin, paqen dhe rendin e vlerave dhe rregullave në shoqërinë tonë. E mbi gjitha I ftoj të gjithë të lutemi për paqen në botë, sepse bota asnjëherë s'ka qenë më të rrëzuar se sa në këto momente kur neve edhe agjerojmë edhe festojmë së bashku. Këndej nuk më metet asnjë gjë tjetër përveç se për të thënën ato që e ka thënë I madhi Fishta, ne në vërtet I festojmë Bajram e Pashk, secili sipas mënyrës vet, por shqiptarinë e kemi bashk dhe të ardhmen duhet ta ruajmë si të tillë.